Prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 10 vite burg për shtetesin Sebastian Viktor Nekbendor me origjinë nga Nigeria, i cili akuzohet për veprën penale të mashtrimit kompjuterik. Hetimet ndaj tij nisën pas kallëzimit të një biznesmeni shqiptar, i cili për mbi një dekadë administron një kompani që merret me tregtimin e detergjenteve të importuara nga Italia. Prej vitesh, biznesmeni kishte realizuar komunikimet për porosi dhe pagesat përmes emailit pa hasur ndonjëherë problem. Sipas dëshmisë së tij, një ditë ai mori një email që dukej se vinte nga partneri italian, në të cilin i kërkoi të kryente pagesën e radhës me vlerë 25.000 euro në një llogari bankare në Gjermani, ndryshe nga praktika e zakonshme. Emili përmande edhe faturën përkatëse, e cila ishte identike me atë që kishte marrë më parë. Duke mos dyshuar, ai kreu pagesën. Më vonë biznesmeni u kontaktua nga kompania italiane, e cila i kërkonte sqarime për pagesën e munguar. Vetëm atëherë ai kuptoi se kishte rënë prej një mashtrimi. Hetimet zbuluan se adresa e emailit me të cilin ishte komunikuar kishte një ndryshim të vogël, vetëm një gërm krahasuar me adresën origjinale të kompanisë partnere. Prokuroria bërë me di se ky nuk ishte një rast i izoluar. Sipas tij, pas kësaj skeme fshihen grupe ndërkombëtare hakerësh, të cilët synojnë bizneset që kanë komunikim të rregullt me furnitorë të huaj. Ata hakojnë adresat dhe bisedat elektronike të kompanive që kanë mbrojtje të dobët teknologjike, duke ndjekur posaçërisht ata që përfshin pagesa apo transferta ndërkombëtare. Pasi marrin akses në korrespondencat reale, autorët krijojnë adresa e-maili dhe faqe që imiton ato të furnitorëve të lishëm, duke i bindur bizneset të kryejnë pagesa në llogari të tjera që më pas të rezultojnë të jenë të kontrolluara prej tyre. Në përfundim të hetimeve, prokuroria kërkoi nga gjykata që Sebastiani të dënohet me 10 vite burg si autori i këtij mashtrimi kompjuterik që ka shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare për viktimen dhe që sipas autoriteteve përbën pjesë në një fenomeni të rrezikshëm dhe për masave ndërkombëtare.